Falëndërimi takon Zotit Madhërisht. Paqja dhe mëshira të qofshin mbi profetin ton, Muhammedin alayhis salam, familjen, shokët e tij, si dhe të gjithë ata të cilët ndjekën rrugën e tij deri ditën e gjykimit. O vëllezër të nderuar, kemi thënë që prej tërbijes e vladëve të tonë është lutja që ne me bë për ta, para se me ardhë ata në këtë dynjë, që Allahu e jërzukëna dhurrijetën tajjibe, që Zotit na japë ne pasardhës të mirë, të cilët e kanë frikë Zotin e Madhërisht, të cilët mundohen me hecë në istiqamën e Allahut azza wa jall, në të rrugën e gjatë e drejtë që Zoti na ka dhënë këtë dynjë, dhe në parimet e këtij dini në sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe o vëllezër të nderuar, një prej atyre të cilët e ka lutur Zotin shumë për Allah, e ka lutur Zotin shumë për fëmijë, dhe Zoti e kishte sprovuar deri në moshën 100 vjeçare, ishte Zekaria alayhis salam. Dhe o vëllezër të nderuar, në moshën mbi 90 vjeçare e lut Zotin e tij, dhe thotë inna rabbahu nidaan khafia, e luti Zotin e tij me lutje të mshirë, dhe i tha Zekaria Zotit Madhërisht, edhe këtë njerën e ka treguar Allah azza wa jall në Kur'an, në surën Ali Imran dhe në surën Milan, ku thot Allah subhanahu wa taala hunalika da'a Zekaria rabba, atje në një vend të mshirë që të mos e ndigjonin të tjerët, Zekaria ngreti duar dhe i tha ja Rabbi, më jep mua, i tha o Zoti Madhërisht, Rabbi habli min dhurriyatan tayyiba min ladunka dhurriyatan tayyiba, o Zoti Madhërisht, më jep prej teje tua, prej kërkuj tjetër, ai i cili më ka sprovuar 100 vjet pa evlat, s'ka kusht tjetër që më jep, përveç se teje ja Rabbi, min ladunka dhurriyatan tayyiba. Kanë thënë dietarët, kjo është ajnu tawakkul ala Allah azza wa jall. Kjo është baza e mbështetjes në Allahun dhe Xhelal. 100 vjet o xhamat, nuk e humbi shpresën tek Allahu azza wa jall. I bëjmë të Allahu i ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, dhe mas një javë i të ndurët e tona. Wallahi, e luta Zotin, ja Rabbi, Zot më falë, por nuk i përgjigj lutjes teme. Allahu i Madhërisht, a Zekaria alayhis salam 100 vite, një shekull të plot, e kishte lutur Zotin, ja Rabbi, mirë të vlat, nuk i kishte dhënë. Mbas 100 viteve, dhe kanë thënë ulemat të vëllezër, ashtu sipas se kanë thënë për ëndrrën e Jusufit alayhis salam, për pa ëndër, dhe Allahu mbas 40 viteve ja boni ëndrrën në realitet, që mundet ëndra të zgjas derisa të realizohet, e shit një ëndër sot, dhe mbas 40 viteve është intervalli kohor më i gjatë që ëndra mundet të bëjë realitet. Kanë thënë dietarët, mundet të bëhet duaja kabul, mundet të duaja nitet tek Allah azza wa jall, edhe mbas 100 viteve. Ndoshta tek ti jo, ndoshta tek ti jo, se ndoshta ti ke dalë nga dyja, jetën e mëshueshme, por duaja njet tek evlatët e tonë, tek fëmijët e tonë. Andaj kur në shkut me hum shpresën tek Allah subhanahu wa taala, dhe thot Zekaria alayhis salam, min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka samiu du'a. O Zot, ti pa e ndigjon këtë lutje teme, subhanallahu wa ta'ala. Nëse bën një lidhje me disa jetë parë, idnada rabbahu nidaan khafia, e luti Zotin me zë të ulët, vetëm në gjuhëshet e tij. Allahu në Kur'an ja ka sjell duan, si çfarë dua e ka pas Zekaria alayhis salam, innaka samiu du'a, sepse ti o Zoti Madhërisht e ndigjon duan teme, edhe pse bëjmë me zot vogël të mos më ndu askush tjetër përveç teje, jam i bindur se ti do ta ndjesh këtë dua o Zoti im. E o vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala i ka duar plot. Allahu Xhelal i jep pafund. Allahu Xhelal vetëm të më lë pa zemrën e, se si ta shohë zemrën e tonë, që ka ikhlas, që ka pastërti, që lutet e tona neve ja bëjmë me dëshmi të devotshmëri,
shikoni se si I përgjigjet duas së Zekerias a.s. me një evlat sikur si Yahya Allah. E o vëllezër të nderuar, Yahya a.s. kur ka ardhur para se me linë, neve shpeshher, hajde ta bëjmë atë testin gratë tona, a mbeta, as mbeta, qysh mbeta, hajde shkojmë te doktori, a djalë, a vajzë. Shikoni çfarë përgëzimi ka pasur Zekeria a.s. Lajmtari I Zekerias a.s. që Allah do ta furnizojë me evlat, kanë qenë me lajket e Allahut, la ilaha illallah. Dhe o vëllezër të nderuar, përderisa lajmtari janë me lajket e Allahut, do të thotë që ky evlat do të jetë ndryshe nga evlatet e tjera, dhe vallahi ashtu do të jetë. E thot Allahu ذو الجلال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وزكريا ملائكة وتياب الله من النار شاء الله تبقى فلوسا من الديار هذا الديار تعيش يحيى امرتي أشت يحيى لا أوليزة تندلوها këtu vazhdojnë hyrja sotme që ka bëjë me Yahyan a.s. Shikoni se çfarë cilësish Allah I ka dhënë këtij evladi që Allahu Dhul Jalal e zgjodhi prej profetëve të tij, thot Allahu subhanahu wa taala musaddiqan bi kalimati rabbih. Yahya është prej atyre profetëve të cilët I ka bërë tasdiq, e ka pranuar dhe me bindje plot fjalën tënde, fjalën Allahut azza wa jall, min Allah wa sayyida. Yahya do të jetë prej zotrive si të dunjos, ashtu edhe të ahiretit. Wa sayyida wa hasura, delirën, I të mirë, Yahya a.s. njeri pa qënë, I kut, me lajqën tokë, ka qenë Yahya a.s. وحسورا والنبي تطيب بروفيت من الصالحين ده يبروفيت سيديت بروفيت كثير ولا تطيب شوي باستر ده باستر تينتي والليزر تندلوار اكاد رجوار بيغمير عليه السلام شنيرة تنبيغن كتحيب بفبار مكتب باستر تيتا يحيس عليه السلام السورة مريم عن الله زوجين زوج المموشن shikon se çfarë cilësish jep Yahya a.s. Këtij profeti I thot lem nej'al lahu min qabli samia. Nuk kanë gjuh asnjëherë një njeri I cili e ka emrin Yahya, I pari në rruzullin tërësor, që e ka emërtu Allahu Dhul Jalal me emrin atij është Yahya a.s. Nuk kanë gjuh asnjëherë para ti në këtë glob që dikush e ka pas emrin Yahya përveç se ti. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, ja Yahya khudh al-kitaba bil-quwwa. I thot Yahyas, merr librin me forcë, shtrëngo fort për librin. Mos e le librin me dalë prej dorë. Kurani me vëzduhet me lan, me na dalë prej dorë, me na dalë prej zemrave. Me na I marr zemrat e tona lameti, me na I marr zemrat e tona. Dunja lëkë, me na I marr zemrat e tona, me na I ngursu. Dunjoja, jo vëllezër. Khudh al-kitaba bil-quwwa, në mënyrën urdhërore, merrni librin me forcë. Mos ndani prej zemre, ndiqojeni, lexojeni, praktikojeni fjalën e Allahut azza wa jall. O vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa taala, wa ataynahu hukman sabiyya. I kemi dhënë neve ati urtësi shumë të madhe, edhe pse ishte I vogël, Yahya a.s. të gjithë ata të cilët kishin grindjen e njëri tjetrin, përplaseshin te Yahya, sabi fëmijë vogël. Pse? Sa Allah I kishte dhënë urtësi të madhe, shumë të madhe, dhe kur gjikonte mes njerëzve gjikonte me urtësi profetike. E o vëllezër të Allah subhanahu wa taala për të وحنانا من لدنا وزكاة. إذا أنا
Të gjithë neve kemi një pjesë të hanonës, të dhëmshërisë, të gjithë ne. Kemi dhëmshëri për nënat e tona, për baballat e tona, kemi dhëmshëri për evlatët e tonë, kemi dhëmshëri për smurët tanë, kemi dhëmshëri për ata të vëllbekët që i shohim në rrugë, kemi dhëmshëri për gjithçka që neve na duket të dhëmshme. Ama Jahja sallallahu ka dhënë dhëmshëri mbi atë njerëzore, ka qenë shumë i dhëmshëm. Dhe për këtë arsye Allah e ka përmendur në Kur'an wa hananan min ladunna wa zakatan e pastër. Asnjë gabim Jahja alayhis salam nuk e ka bërë në dynja, asë një gabim, edhe tarfatul ayn, edhe sa me mbyll sy, nuk ka menduar me bë gabim, jo më ka rënë gabim, la ilaha illallah. Dhe pastaj thot Allahu subhanahu wa taala وكانت تقية ishte shumë i devotshëm. Dhe ku tregohet devotshmëria e Jahjes alayhis salam? Tregohet devotshmëria e Jahjes alayhis salam në Kur'an, ku Allah e përmend shpesh në shumë vende që ka qenë taqia, ka qenë i devotshëm. Kur thot Allah taqi i devotshëm, imagjino se çfarë grade ka arritur tek Allahu, na ka Zoti për ty në amin ya rabbel alamin. E o vëllezër të nderuar, nuk mjafton me kaq Jahja, por shikoni se si Allahu përmend edhe se si tjera të tij dhe thot wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Jahja ishte shumë i sjellshëm me prindrit e tij, dhe për prindrit neve kemi folë që është derë bab min abwabil janna, është derë për dyrëve xhenetit. Sa ke nonën gjallë, o mubarak, sa e ke babën gjallë, o i nderuar që jem këtë gjuma, a respektoj prindrit e tu se vallahi ke fitu xhenetin tek Allahu azza wa jall. Dhe Allahu interesant të vëllezër, Allahu i ka përmendur në Kur'an vetëm ata krijesa të cilët kanë respektuar prindrit e tyre. Allahu wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Dhe nuk ka qenë më në madh Jahja, edhe ata në 11 zakonisht prirën për të bërë gjunave, prirën për të bërë mëkate, se nuk i lënë fatullakun tyne, nuk i lënë në një matësia tyne. A Jahjes alayhis salam ja ka fshi Allahu këtë sifat, me qenë më në madh e gjynë të qarë, la ilaha illallah, sa e rëndë është. Wa lam yakun jabbaran asiya, dhe thot Allah subhanahu wa ta'ala, wa salamun alayhi yawma ulid wa yawma yamut wa yawma yub'athu hayya. Paqja Allah të shënë Jahjen që ditën kur ka linë dhe kur ka jetu në tokë, dhe ditën kur të vdes dhe kur të dalën për Allah, do të jetë në selam dhe paqja. O vëllezër të nderuar, Yurwa fil Ahkam ka ardhur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që kur njerëzit të dalin në tokën e mahsherit, dhe toka e mahsherit është tokë taqia, lem Allah subhanahu wa taala fiha qat. Në këtë tokë nuk është pa asnjëherë gjuna. Asnjëherë gjuna, edhe në këtë tokë Allah do të rinjallë, do të dëbojë të gjitha krijesat. Ai i cili ka bërë gjuna, ai i cili ka menduar me bërë gjuna, ai i cili edhe e ka qenë për mend me bërë gjuna, të gjithë të dalin për mëllon e ri para Zotit për këtë gjuna e tyre. Përveç se kujt? Allah. Përveç se kujt? Përveç se Jahjes alayhis salam. Jahja alayhis salam që ndronë këtë tokë, i veç kur atë në kramatan, se nuk i ka bërë Allahut asë gjuna në jetën e tij. La ilaha illallah. Në bërë Zoti për tyne, ya Rabbi, amin. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.